krejtve. Të më parasysh që tash vetë se ka fillu stina e verës, kena fillu mi bo edhe na gati planet për verë. Po, këtë video nuk kam ju të regu video në arshme. Këtë video vetëm të ishta mi marrë juve me vete për para përgatitjet për pushime, ku si first step kena një skin treatment, kam bu një hydrofacial para pushimeve dhe po, ta shu buna gati për më shkuatjem. Një gati ju? Ok, hajtë shkuira pra. Taper, exact. Me nashtë qotëve edhe katën e dytë. Mas pari po filloj me formën e lazerit. Po duket. Të kjo dhoma këtu, kryesisht kryen trajtimet për trupin, në për heqjen e celulitit. Ti kanë disa kështu faza ndryshme, si për shembull kanë vakumin, vibracionin, gjithashtu edhe endosferën, kanë krejt mjete që duhet. Kurse pas kësaj është edhe kjo tjetra MS që është si vazhdim i GT8 ose G8, nuk di shqiptohet saktë emri. Kjo të më thonë ajo ndihmon për largimin e celulitit dhe yndyrës dhe ngjashme, do të thonë për përmirësimin e trupit, po kjo është më shumë ndihmon për shtrëngimin e trupit, do të thonë pasi që të keni ky, po në atje zakonisht kjo është si pjesa e dytë e asaj. Për këtë shkak edhe e di që ofrojnë edhe këto paketa me që i bashkojnë, do të thonë GT8 me MS-in. Këtu gjithashtu është edhe pjesa për flokëve, gjithashtu edhe për make-up, kështu, për momentin jam vetë unë këtu. Hello, okay. Dhe gjithashtu edhe pjesa këtu për thoj, për momentin dyat janë, do të thonë, pa përdorur edhe pse ekzistojnë këtu, për shkak se sapo i dhanë shpallja për personat e interesuar që dojnë me kry këtë punë. Jej, shumë cute të duket më. Se vetë i kanë gati, vetë se punëtorët, edhe jena gati me fillu. Produktet që i përdorim për trajtimet e fytyrës janë për firmës Anesi. Të mund në pak sa për tyre. Kjo dhoma këto është për skin care treatment, më thonë kanë kështu normal skin care treatment, po kanë edhe këtu hydrofacial dhe disa tretmane të tjera. Duket kështu. My favorite part edhe arsyeja se pse kam marrë dhe sot këtu. Më qenë edhe më herët, kam të pëlqyer mjaft shumë. Kështu, ja, let's go. Ok, kjo keni një tur i shkur pas me onë tam. Kthehemi në shtëpi. Për momentin jena shopping me Elinën për përgatitjet e fundit para pushimeve. Dhe jena lodhë. Unë jo. Nëjse, unë kam provu shumë sane. Po nëjse
Kam gjithë sa në të mira që më thëndë, kështu që në rregull na. Na e lodherim. Wait a minute! Na lodhë. S'kena lëmë duke të vend pa shku. T'ju tërgoj disa prej sendeve që i blejta. Nëse Erina unë të menoj në të më po shumë, tash kam ja tërgu disa prej sendeve cilat i blejta. Fillojna me këto setet që i mora për plash, kështu një është set, tjetra është se me pikat bardha. Pastaj Erina i të bëna i fty për masa? Ha? Baj. Pastaj mora qështu një majtë zez, është e thjesht, ama i ka këtë detoj këtu si e rotë që është, edhe të më thonë këtu i vje normal, pak me kushtë edhe këtu pak me gjonë. Këtë formë, muni me kombinu shumë letë me shumë sene, po duket bukur. Pse e zeza, normal që duket bukur shtu herë. Një parë shurë kështu, bardha. E këna marrë ka një fustan me Erinën, këna marrë të njëta, jena bo meqi, t'ja të regoj tash. Ka shumë të lejta bashkë për verë. I këna marrë të reserved, kështu, në gjetëm lirim, kështu, thëmë okej, këtë formën. Kështu. Edhe që edhe i Erinës është këtu, ose në fakt qaj ke Erinës këj jam e nuk e di që është diçka. Edhe një par këpuca. Këpuca jo, po sandale, ose papuqe. Qështu. Ama këtu i ka marrë të... Ku mi mërë babi të eksesi, këtu dykon në pazar. Qështu. Kapta, luka. Jej. Se ti kam pasat disa sene, po në përgjësi janë këtu. Dhe tash shkua për me kalua dhe të hapi radhës i cilë është lash lift. Unë tash bëna sport dhe pastaj bëna dhe njëtosh, po kër e luta ftyrën pastaj, du më thënë si skincare, kam përdurë kështu kremi vece, fakt, krejt ftyrën për vece syve, për shkak se sytë, një sytë, qërpejt do të më kam pa substancë, do me thonë të me qenë kështu të pastërt. Kina me provu mi bo këtë herë on me mamin edhe me Erinën, kështu që nuk e di se si kam e shku as fak, kështu që shpresojna për më të mirën, pas të do që t'jetë pak gabu, nuk mëjna më mësu, kështu që, po, hajde e provojna. Po, para se me provu t'jo tërgoj edhe atë setin për qërpek cilin e kam porosit. Okej, duket kështu, tepër cute. Kjo, do më thonë, është një llorat prej firmës cilin e kam porosit, është si lip mask, që edhe kjo më pëlqej tepër, se ju që është diçka e madhe, po thjesht kur i vendosin si ex, kështu më pëlqen shumë se si gjasi bukur. Kjo është ai lash lift set, që qështoj, ka këtu mbrenda edhe gjitha pjesë cilat nevojitet, qështu. Më shë me hap. Dhe me thonë, tash këtu i ka step by step, me thonë hap pas hapi. Nuk e di sakt se si shkon procedura, po këna më këshu një tuba dhe më pas asa këna më provuar dhe na. Këtu lift pads është ajo pjesa që i vendus të sytë, më thonë për mi ngrej qërpekt, kini me pa që qështu. Më thonë ka 5 më duket, kështu, 5 madhësi, S, M, M1, M2, L. One nuk e dija me bo M ose M1, ta shofmi. Pastaj kjo si loj gjeli më duket. Jo, kjo është glue balm. Është ajo lepaki që e ngjet këto të sytë, më thonë me këtë pjesën, edhe pastaj gjithashtu edhe qërpekt që i ngjet te kjo. Nuk e di që shme u tërgua të pjesë, po ose shikoni kur t'i bëj unë, ose ma sakt shikoni edhe në YouTube. Pastaj këtu kena edhe këtë brushën kështu, do të thonë kjo është një brush që t'nimon që me majtë formën si në fillim, mos t'lakon 24 orë të para më duket. Disa brusha tjera këtu për mi ngjit dhe kështu. Seti është kjo, kështu që të shukëm të se që ka përbujna na me këtë set. Të edin? Shepa? Mira. Dhe tash, next step është? Ira të shkumi prej flok, ona dhe Erina,
Domethënë nuk kena jetë në shkurtu shumë që ndoshta mundet mos më vrejt hiç, por vetëm ja dhënë një formë. I pretëm edhe frukt, shtu. Unë i preta pak më shkurt se Rina, ama jena gati tash të shkojna në shpe. E nejse mira. Në dhe i shkallzova, ne? Dhe Rina vetë se i ka shkurtu pak, edhe përvara ka dhëmë thonë shumë mirë i rinë shoza sa beauty. Sa desha me thonë sa beauty, s'di pse, sa dhe sa bukur dhe të nga përzi krejt. Ama nejse, bukur për të kush. Se dhe te. Thank you. Në lë stilën e rritë e rinës. Stili rritë të lidhë flok me disë rrugë. Ama shumë cute. Oh, mërë zot.